Grenlanda ka një diçka. Çfarë ka? Nuk ka asnjë fije bari. Po s'ka pemë, s'ka gjelbrim fare. Grenlanda ka gjithsej rrugë vetëm 16 kilometra. 16 kilometra. Rrugë. Pastaj s'ka fare. Vetëm akull. Vetëm akull. Trashësia e akullit shkon deri në 3 kilometra. Wow, 3 kilometra trashësia. Domethënë, vetëm pjesa jugore Po? është si më e zbutur që kështu që mund të vizish. Andaj zbret fjala. Është absolutisht. Ju keni qenë ndonjëherë? Unë nuk kam qenë në Ishut Faroe. Në Faroe. Që i bie diku lart. Domethënë poshtë, që është pak a shumë. Ishit Faroe, ju ishit ju rezident? Po jo, ishte Danimarka e ka, Ishit Faroe. Ai ka Danimarka. I ka Danimarka, nuk janë shtet në vete. Nuk janë shtet në vete. Se nga që luajnë futboll në kampionat. Që të kuptoj mirë kush është Danimarka. Danimarka ka gjithsej 175 deputet në parlament. 179. 2 janë nga Ishut Faroe dhe 2 janë nga Grenlanda. Pse ka Grenlanda 2, 2. Edhe 2 deputeti ato kanë dhe parlamentet e veta, të dyja këto, por ka 2 deputet që i ka të parlamentit. Tani, edhe Grenlanda, edhe Ishut Faroe kanë një qeveri lokale. Kanë një ministër të jashtëm, kaq. Domthon, ai ministri i jashtëm është si një ministër i pushtetit. Sa banor ka Grenlanda? Ka 50.000 banor. 50.000 banor. Kaq ka edhe Ishut Faroe. Domthon, sa 21 vjetori. Po. Edhe ç'not, nga këto tashti, 50.000 ja 6-7.000 janë danes që shkojnë atje. Janë danes? Po janë danes. Danimarka ka një lidhje shpirtërore historike me Grenlandën dhe asnjëherë nuk është menduar si një aset ekonomik. Nuk është menduar si aset? Absolut. Po çfarë resurse ka atje? Shiko, po të shikosh tash artikun, në artik janë të gjithë. Në vitet 40 të shekullit kaluar, Amerika pati një interes për të ngritur disa baza ushtarake atje. Dhe në bashkëpunim me qeverinë e Danimarkës në atë kohë, sa më plotësisht dakord, të hapni sa doni. U mendua që do hapeshin 17 unit, po është hap vetëm një. Vetëm një? Vetëm një. Ku është lart? Domethënë është diku afër Newkut, afër kësaj. Tani, që të shkosh në Danimarkë të lëvizësh në këtë territor, nga jugu deri në veri është 3.000 kilometra. 3.000? Po. Në 3.000 kilometra akull. Të flasësh është interesa strategjike jora, njëmio nafta është e pasur e tjerë, kështu do ta kishin zhvilluar. Po çfarë bëri Trumpi? Do ta kishte zbuluar Danimarka vetë. Tashi për Danimarkën është një barë ekonomike, do të thonim. Është barë, ha? Patjetër. Prandaj që e kryeministri atje në parlament. Tashi çështja është 2 miliard euro është buxhet i alokuar që jepet një herësi. Pastaj kush është nga Grenlanda do shkojnë në Danimarkë, në universitet nuk do pagojë para. Kështu është, po, absolutisht. Edhe burgje nuk ka Grenlanda. Nuk ka burgje. Burgje do i marrin ti, do i arrestojnë në Kopenhagen. Domthon kjo është Grenlanda që thonë e morë se shumë njerëz thonë gjithë ky ishull e pasuritë, fusin pastaj. Po për çfarë do Trumpi? Tani ai do, mendimi im, ai do të hapi dhe një hartë tu, thotë jam dhe këtu, thotë. Tashi ai përpara Grenlandës pa thënë do marr Kanadan, Panaman, në tjetër me radhë. Tani ka dalë lindja mesme, Grenlanda shtyr pak. Bën çik kaotike kjo. Po tani si e menaxhuan danezët të çështje. Domthon danezët e kanë menaxhuar në mënyrë shumë e morën me sportivitet. Me sportivitet. Ajo qeshura e kryeministës u bë virale. Po. Dhe tjetra në mandatin e parë të Trumpit do vinte të diskutonte për këtë çështje, i tha për këtë çështje nuk ke pse vjen këtu. Politika e Danimarkës, politika e jashtme e Danimarkës është me shumë peshë. Edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian atje me radhë. Se Danimarka është vendi i parë që ka hyrë në NATO, është vendi i parë që ka hyrë në Bashkimin Evropian dhe ka qenë një mësim edhe për vendet e tjera që janë më të mëdha, siç është Norvegjia dhe Suedia. Dhe gjithmonë kur bisedoj me miq, me shok, si është kjo puna e kësaj? Nuk e merr dot në kuptimin e kësaj, sepse nuk është puna që të krijosh një incident atje me ata. Por Danimarka është shprehur shumë e kështu, në qoftë se do tentohet për të marrë Grenlandën, pastaj do të jenë të pariparueshme pastaj brenda NATO-s. Në ç'kuptim? Deri largim nga NATO. Domethënë Danimarka ikën nga NATO nëse e merr Amerika. Domethënë në mënyrë absolute po cënuar se është cënuar Danimarka, nuk është cënuar një ishull. Prandaj në këtë plan do tash ç'ndodh? Tani zgjedhjet janë 24. Tash zgjedhjet janë 24,
unë kam qenë në Danimarkë para 4 ditëve kam marrë. Me përjashtim të posterëve që shikon në rrugë, s'kishte fare. Vjen absolutisht që ka. Jo, partitë atje e kanë në programin e tyre Groenlandët? Domethënë, parti parlamentare në Danimarkë janë 8 parti parlamentare. Kryeministra bëri zgjedhje e jashtëzakonshme më një herë për duke pas parasysh dhe situatën politike që ekziston. Danimarka ka 2 asete, ose kryeministra që është sot, edhe koalicioni qeverisës, se edhe koalicioni atje është shumë interesant. Është parti e majt, e djathtë, bashkë 3-4 parti dhe kanë krijuar një koalicion. Dhe ka parti të majta që nuk janë pjesë e koalicionit. Danezët janë shumë nuk kanë diferenca në vota në kështu etj. Por karta më e madhe e Mette Frederiksen është Ukraina dhe Groenlanda. Danimarka për frym është donatorja 5 në botë në Ukrainë. Donatorja 5 në botë. Po. Por edhe në luftrat e tjera që janë bërë në Afganistan, për frym, Danimarka ka qenë donatori kryesor. Po? Dhe Danimarka ka dhënë kontribut shumë të madh. Marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Danimarkës kanë qenë nga më të ngushtat. Pastaj domethënë edhe vala e refugjatëve të Ukrainës, Danimarka i hapi dyert për Ukrainën, se i pajisi me gjithçka. Pavarësisht se politika e saj ndaj emigracionit janë diskriminuese. I ka diskriminuese? I ka shumë të kontrolluara. Prandaj në këtë plan, qëndrimi ndaj Groenlandës, që shkon njësh me qëndrimin e popullatës. Po? Dhe qëndrimi ndaj Ukrainës. Po? Si dhe ritmet e larta të zhvillimit ekonomik. Danimarka është një ndër vendet me stabilitet dhe rritje ekonomike më të madhe në Evropë. Sa përqind e ka? Nuk e di. Me 2 shifra, besoj. Po Danimarka ka stabilitet. Shumë të lartë. Tani është kjo luftë, por ajo që desha të thonjë për Danimarkën, që vime edhe të ne ndoshta, po edhe me gjërë, kanë mundësinë e negociatës, të bashkëpunimit ndërpartijak. Janë të çuditshëm. Do të thuaj që ne duhet marrim si model Danimarkën. Patjetër. Tani po e kuptoj unë pse Kemal Minxhozi është ti je pak danez. Domethënë për shoqërinë shqiptare, për politikën shqiptare, ti je danez. Po, ish danez, se tash jemi në pension, po jo, ti ke marrë nga Danimarka shumë. Domethënë sa vjet ndajt atje? Në Danimarkë është histori tjetër. Në Danimarkë kam qenë ambasador 3 vjet, po nga viti 91, po, deri në vitin 2001, po, unë kam qenë në Danimarkë 139 herë. 139 herë? Po pse? Ashtu e pruri puna, kemi çuar grupe të ndryshme, të mbështetura nga qeveria daneze, në fushat të ndryshme, jo të ekonomisë, po të demokracisë, të shtetë formimit e tjera. 139 herë? Po. Po çfarë thumë? Ndër cilët, për shembull, kanë qenë vetëm gazetar, kanë qenë 70. Unë jam të këta 70. Po. Se unë kam qenë aty. Jo, po kemi çuar me grupe. Si me grupe? Me grupe ishim dhe ne. Ashtu. Nga Instituti Medias. Po pikërisht. Po pra, e gjë pra. Ashtu. Tani para se të shkonim ne ose ta njinim Danimarkën deri në 90-ën. Po. Dinim 2 gjëra nga Danimarka. Zysha e gjeografisë e quhen dhe pyetje me yll. Në gjeografi thoshte, cili është ai shtet në Evropë që pjesën më të madhe ka ngadishull dhe kryeqytetin e ishull? Ta them unë zysh, ta them unë, thoshim ne Danimarka. E dyta, Hans Andersen, autori i prrallave, që kur shkova atje mësova që ishte hero kombëtari. Patjetër. Do të them, për gjithë ata që na ndjekin, hero kombëtar, siç kemi në Skënderbeu, Danimarka ka një autor prrallash. Shkrimtar prrallash. Patjetër. Kaq këtu fillon kuptimi pastaj pse janë kështu ata. Patjetër. Ato domethënë tash kanë hek termin në administratë, zoti i ministrit, kryeministres i flasin në emër. Si i flasin në emër? Pa zonë përpara? Fare. Pse? Edhe në kështu, me emër. Kupton? Deri para shumë viteve, deri para... Foto tjetër që, se për Danimarkën i kemi dhe t'i alternojmë? Ajo, kjo i pas kemi renditur gabim. Një foto tjetër Danimarkën, që ose ka mundësi regjia? Po deri para disa vitesh çfarë ishe duke thënë? Deri para disa vitesh nuk kishin truproje, kryeministri. Po tani pse kanë? Tani është pak më ndryshe, por shumë të limituar.
Dhe më shoferi kryeministës edhe gjobitët. I ministrit, po eci me shpejtësi e kështu me radhë. Do të ti duke thënë që larg qoftë një ditë të gjobitet shoferi Edi Ramës. Larg qoftë, larg qoftë. Dhe çështja është se shpesh i bëj pyetje vetes. Kupton? Edhe më kujtohet Thoma Gëllçi. Pse? I madh. E përshëndesim Thoma Gëllçi. Instituti i Medias do krijohesh në atë kohë. Se danezët janë, se do vinë prapë te kjo, janë njerëzit që kanë krijuar Institutin e Medias, që vazhdon sa kësaj dite, ombudsmanin, avokatën e popullit. Ashtu, kanë krijuar këto qendrën e zgjidhjes konflikteve, edhe disa projekte, sidomos në zonën e Burrelit, ku kam qenë vetë, të Dibrës edhe të Bulqizës. Do të thënë ju vetë u morët me këtë, pastaj ishte ambasador. Jam marrë me këto, kam bërë dhe rolin e përkthyesit organizatorët e më radhë. Kanë qenë mjek, kanë qenë gazetar. Ju dini Danish. Fare. Të vetme gjë. Flet në anglisht? Në anglisht. Të dy fëmijët e mi jetojnë atje, flasin danish shumë mirë. Dhe të gjithë këto njerëz që kanë shkuar në Danimarkë. Po? Kur i takoj sot e kësaj dite, thotë si udhëtimi i Danimarkës. Nuk e harroj një herë pa të marrë mjekët MNZ të klinikave të Shqipërisë në vitin 95. Danimarka ka sistem, domthon mjekësi publike, domthon kuptimi nuk ka private. 99.5%. Shteti.